Çfarë është pasaporta digjitale dhe robotët keqdashës? Unë nuk e kisha idenë se çfarë ishin pasaportat digjitale. A e dini ju që në momentin që ti ke hyrë në Facebook, ti ke një pasaport digjitale që nuk të hiqet kur. Në momentin që hyn në TikTok, ke një pasaport digjitale. Në momentin që ti hap një llogari në Instagram, ke pasaport digjitale dhe ti pra nuk je më shqiptar, ti je antar i një komuniteti që i përket kësaj platforme. Ata që kontrollojnë platformën të kontrollojnë ty. Zgjedhin çfarë filmash do shikosh, çfarë reklamash të fshehura nëpër filma janë, se ti kujton se reklamat shfaqen në fillim të filmit dhe në fund filmit. Këto janë reklamat e paguara. Ka reklama të papaguara, për shembull, kur të del një person me telefonin Samsung, gjatë xhirimit të filmit, është një reklam e fshehur. Ku të del të një person që po hap Pringles, gjatë xhirimit të filmit, kjo është një reklam e fshehur. Kur dikush del me një makinë të shtrenjtë gjatë xhirimit të filmit, është reklam e fshehur dhe prandaj janë filmat. Prandaj çdo film që ti ngarkon në internet është pa lek. E dini sa kushton vetëm vendi për të futur filmin në internet? Jo vetëm që ti nuk duhet marrësh asnjë lek si krijues, ti duhet paguash, sepse kështu ka qenë në fillim interneti, sepse unë jam pikërisht brezi i parë i përdoruesit të internetit, kur nuk kishte këto platformat digjitale, por ekzistonin servera. Dhe vetëm 50 MB ishte falas, pjesa tjetër duhet ta paguaje. Dhe kështu kam bërë dhe unë, të kam botuar fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas në vitin 2004, por më është dashur të paguaj për 5 servera të tjerë, vetëm njëri ishte falas 50 MB. Pjesa tjetër duhej paguar. Mendoni tani që filmat tanë janë me disa gigabajt, një filmi vetëm. Sa do paguaj ti për një film? Pra nga vijnë këto burime, vijnë nga reklamat e fshehura. Dhe tani, këto platforma menduan ta zgjerojnë më tepër pushtetin e tyre. Jo vetëm mbi aspektin ekonomik, se çfarë ham, se çfarë blejmë, të sugjeruara nga filmat dhe reklamat e fshehura brenda filmave, kanë filluar ta shtrinë veprimtarinë e tyre në aspektin politik. Harroi partitë politike që ekzistonin. Dhe kjo është vërtetuar me zgjedhjen e presidentit në vitin 2016. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bësh ky eksperiment i parë. Platformat vendosën kush do bëj presidenti. Ishte e vendosur që në fillim. Mirë po, nuk i thua do të njeriut shko dhe voto për këtë president, për këtë kandidat. Atëherë të shfaqen filma, ky person aty del pozitiv, del si revolucionar, si një njeri që do sjellë diçka pozitive për atë dheun, për kombin. Ky person martohet me një modele të bukur nga Slovenia, që duket si ylli i modës. Në fakt ajo ishte përgatitur prej kohësh në ishullin famkeq të Epsteinit. Pra, siç e shikoni, këto organizatat që përpiqen të kontrollojnë vende të ndryshme kanë arritur të kontrollojnë shtetin më të fuqishëm në botë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po e shtrin këto eksperimente në vende të tjera. Një nga këto vende është Shqipëria, ku ekziston absolutisht mungesa e shtetit. Nuk ka shtet në Shqipëri. Atëherë këta kanë vendosur të bëjnë një revolucion. Dhe e bëjnë këtë revolucion duke përdorur pasaportën digjitale, e cila është në fakt fotografia jote, filmat që vë ti në internet, kanë vlerë ato sepse tregojnë se në çfarë beson ti. Njëkohësisht, ti mund të përdoresh filmat e tu, në qoftë se janë dhe i përshtaten platformës ku ti vë këto filma, këta filma përhapen. Pra nuk janë të rastësishëm filmat që ju vinë njerëzve të tjerë që janë pjesë të këtij komuniteti. Pra ti kujton se je shqiptar, nuk konsiderohesh shqiptar. Ti konsiderohesh një kavje. E them seriozisht, një krimb. Edhe truri yt është komplet i paralizuar nga dëshira për reklam, për të bërë i famshëm. Je gati të bësh çdo gjë. Të dalësh edhe gjysmë lakuriq, të përdorësh sharje të ndyra kundër figurave kombëtare. Je gati të bësh çdo gjë që të bësh i famshëm. Dhe këtë shfrytëzon platforma dhe të dërgon ty filma të cilët në ndërgjegjen tënde ti
i ke qef të përshtaten. Pra, platforma shfrytëzon instinktet e tua më të ulta për të drejtuar si një kavje drejt një pozicioni të caktuar, si një krimb. Si drejtohen krimbat? Kur bie shiu, krimbi nuk e ndjen shiun se është thellë në tokë, por dëgjon zhurmën që bën kur përplaset shiu në tokë. Këtë shfrytëzon një shpendi i çuditshëm që quhet woodpecker. Dhe është një variant tjetër i këtij qukapiku, i cili nuk godet pemët, por godet tokën. A imiton zhurmën e shiut në tokë dhe krimbat fillojnë dhe lëvizin. Duan të dalin në sipërfaqe, po krimbi e shikon që dheu është i thatë. Ai dëgjon zhurmën e shiut, po dheu është i thatë, nuk po shkrifet që të dalë sipër krimbi. Atëherë ai dëgjon krimbin, ka një dëgjim shumë të mpret ky shpendi, dhe me një sqep të gjatë e gërryen aty ku është krimbi dhe e nxjerr nga toka dhe e ha. Thjesht e ndjeu që krimbi po lëvizte, ndërsa ai po imitonte me përplasjen e këmbës zogu rënien e shiut. Pra, edhe këto platforma digjitale ju trajtojnë juve si krimba. Ju betohen dhe përplasin këmbën që ju të dilni nga sipërfaqja dhe ju drejtojnë aty ku oreksi i kësaj platforme kërkon që të të hajë, të të fusin në një drejtim të caktuar politik. Pra, nuk ka nevojë fare për udhëheqës kjo lloj lëvizje që po ndodh në Shqipëri, dhe Shqipëria po përdoret si eksperiment për vende të tjera. Sidomos qëllimi kryesor është në vendet ku ka popullsi muslimane, si të përmbyset një regjim shumë shpejt. Pra, duke i përdor njerëzit si krimba, kjo sorra, e dini kush është sorra në Shqipëri, përplas këmbën, imiton zërin e shiut. Krimbat lëvizin. Kush janë krimbat? Përdoruesit e platformës, të cilët ka një portret digital dhe pastaj sorra, në këtë rast qukapiku, e fut sqepin thellë në tokë dhe ju ha ju krimbat. Ju përdor ashtu siç do vet. Dhe kjo vërej sidomos me lëvizjen që pati komplet kaotike, po të patur domethënë një kaos të organizuar nga këto shpendat që përplasin këmbën në tokë dhe imitojnë shiun, i drejtuan njerëzit të shkojnë në aeroportin e Rinasit. Po blloku aeroporti i Rinasit, automatikisht shpallet gjendja e jashtëzakonshme dhe Shqipëria bllokohet dhe asnjë turist nuk vjen dot në Shqipëri. Ky është qëllimi i shkatrimit të turizmit në Shqipëri. O krimba të vegjël, tani unë do ju bashkangjis filmin për portretin digital ose pasaportën digjitale që ju e keni. Unë doja ta krijoja, ekziston, por është në dorën e këtyre që ju kontrollojnë juve, qukapikëve. Ta shikojmë filmin. Mirë se vini në këtë shpjegim ku do të zbërthemi një nga ato elementet e përditshme të internetit që të gjithë e njohim, por rrallëherë i kushtojmë vëmendje, ekranin e famshëm të verifikimit kundër robotëve. Po, ai ekrani që na shfaqet vazhdimisht kur po nxitojmë të hapim një lajm apo një faqe të caktuar. Sot ne do të thellohemi dhe do të zbulojmë saktësisht se çfarë fshihet në të vërtetë pas asaj pauze të shkurtër, e cila në fakt zgjat vetëm një fraksion sekonde. Le të fillojmë. Vetëm një moment. Kjo përshëndetje, në dukje kaq e sjellshme dhe e pafajshme, është realisht një pikë kontrolli digjitale me të cilën përballemi pafundësisht. Imagjinoni sikur të ishte truproja e një klubi ekskluziv që po kontrollon kartat e identitetit në hyrje. Pra, pas atyre fjalëve të thjeshta e qetësuese, po ngrihet një mur i padukshëm mbrojtës. Ai filtron rrejtësisht trafikun për të garantuar që absolutisht asgjë e dëmshme të mos kalojë pragun. Por, kjo natyrshëm ngre një pyetje fantastike. Çfarë operacionesh sigurie me rrezik të lartë po ndodhin në prapasken, ndërkohë që kalimi për në faqen e internetit ndalet përkohësisht? E po, nuk është thjesht një vonesë rastësishme e rrjetit, as pak, është fjalë për fjalë një fushë betejë mikroskopike. Është një skanim tepër intensiv ku identiteti çdo vizitori po vlerësohet dhe kodohet drejt për drejt në kohë reale. Për ta bërë më konkrete, le të marrim një destinacion specifik, si për shembull, pamfleti.net. Çdo platformë në internet ka një nevojë absolute për rojen e saj, pikërisht për të mbajtur të paprekur integritetin e të dhënave. Porta digjitale po qëndron aty, në gatishmëri të plotë, duke vëzhguar me kujdes për të garantuar që vetëm njerëzit e vërtet, prej mishi dhe ashti, të lejojnë të kalojnë përtej kësaj dere virtuale. Në rregull, le të futemi pak më thellë në këtë afat kohor të fshehur. Kemi 3 hapa thelbësor.
Së pari, kryhet verifikimi i sigurisë. Më pas, sistemi thot: "Okej, verifikimi ishte i suksesshëm." Dhe së fundmi, është thjesht pritja që vetë faqja të jap dritën jeshile për t'u hapur. Ajo që është vërtet, por vërtet mahnitse, është shpejtësia. E gjithë kjo vale ndërlikuar 3 hapshe, ekzekutohet me një perfeksion absolut në vetëm pak milisekonda. Dhe pikërisht këtu shfaqet antagonisti i vërtet i kësaj historie, roboti keqdashës. Këto programet automatizuara kompjuterike janë arsyeja vetme pse një shërbim sigurie duhet të rrish gjuar 24 orë në ditë. Ti jemi të qartë, pak të nivel të lartë mbrojtjeje proaktive, çdo faqe interneti do të ishte thjesht një tabel qitjeje e hapur ndaj sulmeve të pafundme. Pra, qëllimi i këtij ekrani është të shërbejë si një mburojë e hekurt, teksa sistemi vërteton që nga ana tjetër e kompjuterit ndodhet një qenje njerëzore. Po të mos e kishim këtë filtr jetik, të gjitha ato platforma që vizitojmë përditë thjesht do të rrëzoheshin, do të shembeshin totalisht në peshën dërmuese të spamit dhe sulmeve. Kjo sekonde vetme e verifikimit fjalë për fjalë shpëton të gjithë eksperiencën tonë të përditshme të internetit, nuk po e zmadhoj as pak. Tani, për të kaluar këtë pikë të famshme kontrolli, duhen 2 çelësa magjik, JavaScript dhe cookies. Të dyja këto elemente duhet jenë patjetër të aktivizuara në shfletues. Nëse qofte edhe njëra prej tyre mungon apo mbahet e bllokuar, i gjithë procesi bie poshtë dhe ajo dera virtuale mbetet e mbyllur hermetikisht. Thjesht nuk ka asnjë rrugë tjetër kalimi. Por, lind pyetja logjike, pse u zgjodhën pikërisht JavaScript dhe cookies për këtë brarv? E po, ja ku qëndron sekreti. Shumica e robotëve keqdashës përdorin shfletues të fshehtë e tepër të thjeshtuar, për të mos konsumuar shumë energji, në mënyrë që të godasin shpejt dhe lirë. Por, duke u kërkuar atyre të ekzekutojnë kode komplekse si JavaScript apo të mbajnë cookies, sistemi detyron të mbingarkohen dhe të ngadalësohen, dhe bum, në atë moment ata demaskohen. Është një kurth absolutisht genial për të kapur mashtruesit. Gjatë të gjithë të këtij procesi formohet edhe një gjurmë unike digjitale, një varg gërmash dhe numrash specifik që quhet Ray ID. Mund ta mendojmë të thjesht si një faturë digjitale ose një lloj pasaporte unike që stampohet në atë fraksion të sekondës. Kjo regjistron me një saktësi kirurgjikale se kush kaloi, nga ku erdhi dhe në çfarë ore eksakte ndodhi. Është një detaj mikroskopik, por siguron gjurmuesmëri perfekte. Sigurisht, e gjithë kjo simfoni orkestrohet nga platforma gjigante mbrojtëse si Cloudflare. Këto platforma kanë një detyrë tejet të vështirë, pasi u duhet të mbajnë në ekuilibër 3 forca masive njëkohësisht. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për të bllokuar sulmet, kjo duhet arritur pa ngadalësuar as pak performancën e faqes dhe natyrisht duke mbajtur plotësisht të paprekura rregullat e privatësisë. Është vërtet një akt balancimi jashtëzakonisht delikat, i cili ndodh tërësisht në prapasken. Dhe ai shkrimi i vogël fare në fund të ekranit është praktikisht vula përfundimtare e atij miratimi digjital për të cilin sapo diskutuam. Është si thuash, një garanci e padiskutueshme se efikasiteti, siguria dhe privatësia sapo bashkëpunuan në një harmoni të plotë, vetëm e vetëm për të na hapur rrugën e sigurt drejt informacionit që po kërkojmë. Dhe ja ku arritëm në fund të kësaj analize, por ja vlen ta mbyllim duke reflektuar pak mbi diçka fantastike. Mendoni pak për volumin absurd të këtyre betejave të heshtura? Vallë, sa miliona, apo ndoshta miliarda verifikime të tilla të padukshme, me rrezik të lartë, zhvillohen çdo ditë për të mbajtur botën tonë digjitale, funksionale e të sigurt? Është një pyetje vërtet intriguese. Besoj se herën tjetër që do të na shfaqet fraza vetëm një moment, do të presim me një kuptim krejtësisht të ri për atë që po ndodh pas atij ekrani.